Në media ditën e sotme janë publikuar dëshmitë e Neda Ballukut dhe Ogren Ballukut, të cilët janë drejtuar gjykatës për t'u ndarë përfundimisht nga njëri tjetri. E siç duket, Ogren Balluku ka deklaruar në gjykatë se është kërcënuar dhe dhunuar në sy të fëmijëve nga Neda Balluku. Për të folur mbi këto deklarime, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Elton Tozaj. Elton, faleminderit shumë për intervistën. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Elton, si gjykoni këto deklarata? Mendoni që mund të jenë të vërteta deklarimet e Ogren Ballukut, pra që Neda mund ta ketë dhunuar kërcënuar? Që mora vesh këto deklarata, gjë e parë që bëra njëherë ishte për të bërë verifikimet e mia me ato burimet e mia që un kam. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje në fakt është dalja në rrjete e dëshmive, që është dashakeqja, sepse nuk lejohet. Dhe këtë, domethënë, mënyra se si janë nxjerrë lë shumë për të është një pyetje shumë e madhe dhe nuk e di pse. Tjetra është që një informacion tjetër që përsëri kam është që gjykata ja ka hedhur poshtë këtë urdhërmbrojtje Ogrenit, sepse është i pavërtet. Nëse të gjithë presin që unë sot për herë të parë, unë sot do flas apo do sulmoj Nedën, jo, kjo nuk është e vërtetë. Për herë të parë, absolutisht, unë e para njëra është e të mërshme se si mund të sulmosh një nën, edhe nuk kam për ta bërë kurrë. Në të gjithë histori trilluese e cila po qarkullon rëndom në rrjet, më vjen shumë keq që viktimi është Neda. Të gjithë e dimë që Parajsa është në këmbët e nënës dhe vjen shumë keq që Neda nuk po mund të takojë dot fëmijët e saj, dy djemtë e saj, sepse vajzën e ka ajo. Di që janë në një situatë përmbarimi për të marrë fëmijët për t'i parë, sepse ish bashkëshorti nuk e lejon për t'ia parë, për t'i takuar, dhe më vjen realisht shumë keq që ka përfunduar kjo situatë në këtë mënyrë. Sado i pushtetshëm apo sado i fortë që mund të jetë Ogren Balluku, nuk ka të drejtën absolute të heqë të drejtën një nëne, e cila me vendim gjykate duhet të takojë fëmijët, ai po i heq të drejtën për t'i takuar. Nuk e besoj edhe këtë gjë që ka qarkulluar në rrjet, absolutisht, për mua është një gënjeshtër e madhe, është një tjetër sa jesë e bërë nga Ogreni për të përfituar urdhërmbrojtje dhe për ta pasur më të lehtë më pas për të fituar kujdestarinë e plotë të fëmijëve. Nuk e besoj këtë gjë. Kështu që Neda mund të ketë 1001 gjëra të tjera, po kurse si këtë gjë nuk e besoj. Dhe më vjen keq pasi burimet konfidenciale që unë kam është dhe sa e turshme është ndikimi që ai ka pasur tek fëmijët. Elton, si shpjegohet që po themi në gjykatë bashkëshorti të shkojë deri aty sa të deklarojë që gruaja më ka dhunuar dhe më ka kërcënuar në sy të fëmijëve, pikërisht një nën, se është e kuptueshme, ndoshta edhe ka ndodhur shpesh që burri të kërcënojë grua në sy të fëmijëve, po ana sjellta sikur nonat janë ruhen më shumë për të qenë më të kujdesshme në sy të fëmijëve. Ja, po të marrë, është ajo që po ju thoja pak më sipër. Me zgjidhjen e divorcit, gjykata cakton edhe kujdestarinë e fëmijëve. Një nga lëvizjet që Ogreni me sa duket ka zgjedhur që të bëjë është të shpifi, sikur është dhunuar, verbalisht, fizikisht etj nga ish bashkëshortja, sikur këto dhunime kanë ndodhur në sy të fëmijëve dhe pikërisht për këtë ai duhet të ketë kujdestarinë e plotë të fëmijëve, duke i hequr të drejtën nënës për të rritur fëmijët e saj. Gjë që për mua është e patolerueshme dhe është e papranueshme. Në këtë rast unë jam me figurën e nënës, nuk është se jam me figurën e Nedës, për të qenë të qartë, por realisht jam me figurën e nënës. Dhe duhet përkrajnë nënën. Sado e keqe e mirë apo nuk e di çfarë gabimesh mund të ketë, fëmia duhet rritet me nënën. Pikë. Elton, duhet diskutojmë me ty edhe po themi Big Brother VIP Albania, pasi jemi një ditë pas prajmit të mbrëmshëm, edhe ka pasur mjaft dinamika ku ndërto për shembull ishte përjashtimi i Kejsit dhe zarfi i zi për Rogertin, i cili në fakt ndryshe nga që publiku priste që ndoshta do kishte një përjashtim, për atë u duk që
produksioni vendosi që të mbyll një sy dhe ta mbaj akoma në shtëpi. Si pa dinamikat e mbrojtshme. Si çdo telenovel, ka një aktor të mirë, ka dhe një aktor të keq. Të gjithë presin largimin apo kapitullimin e aktorit të keq, dhe në këtë rast, jo vetëm që nuk ndodhi, por u dha më shumë pushtet. Më vjen keq që më pas viktima ishte Casey, dhe këtë e them në mënyrë të moderuar. Besoj shumë që ai djalë ndryshe do të jetë jashtë shtëpisë së Big Brotherit, mbase ka qenë i influencuar për të qenë negativ i brenda, po nuk më bën, po më duket e çuditshme në fakt që në momentin që u fut një negativ tjetër, gjë e pashur bë u nxor Casey, që supozohej që ishte lojtari negativ, antagonisti. Kështu që e shoh një skenar të shëmtuar që është bërë, shoh një lloj, shiko, e kemi thënë dhe vjet, po si vjet po ndodh në një mënyrë të rëndomt. Zarfi i zi nuk ekziston më. Domethënë për mendimin tim, aty zarfi të zi duhet ndruar dhe ngjyra, të kalojë një zarf bezh, gri apo diçka e tillë, sepse ai vetëm i zi nuk është më. Të arrish të bësh të gjitha ato që kanë kaluar të Rogerti, dhe Rogerti nuk u penalizua, po përkundrazi ju dha akoma më shumë pushtet, duke e kaluar në nominim të përhershëm. Kjo gjë atë ka për ta bërë favorit për qenë lojtari i keq më i votuar dhe më i ndjekur në historinë e të tërë Big Brotherave. Dhe për këtë të jap fjalën që ka për të ndodhur. Shikoj se çfarë ndodh. Ndodh ajo që të tjerët nuk e presin. Të tjerët presin që produksioni të reagojë, ta nxjerrë etj. Po çfarë po ndodh? Po ndodh që Rogerti e ka bërë, so what doesn't kill you makes you stronger. Çfarë nuk të vret të bën më të fortë. Fakti që ai dje nuk doli, atë kjo gjë ka për ta bërë më të fortë. Fakti që do jetë në nominim çdo javë, Rogerti për produksionin është burim të ardhurash. Është burim leku nga mesazhet. Sa më shumë të votohet Rogerti për të dalë çdo prime, aq më shumë Rogerti rrugën e ka të shtruar më asfalt deri afër finales. Gerta Gixhari numër 2. Olta Gixhari numër 2 ose 3. Quheni si doni ju. Kështu që janë ca skema që o ne jemi bërë shumë specialist tashmë dhe kuptojmë çdo lloj loje që po bën produksioni, o këta po i bëjnë gjërat aq hapur dhe po e mendojnë publikun aq budalla, saqë tashmë nuk ka më rëndësi. Ti mund të bësh, mund të votosh, mund të bësh çfarë lloj gjë, por nuk do të ndodhi absolutisht ajo që ti pret që të ndodhi, por do ndodhi thjesht ajo që produksioni ka përgatitur për të ndodhur. Dhe dalja e Casey dje për mua ishte e pavënd, sepse duhet ditë tjetër kush përpara Casey. Nëse Casey duhet kishte pasur një dalje, duhet ta kishte pasur atë përpara 3 prajmesh, dhe jo sot, edhe jo dje. Vazhdoj akoma me këtë telenovelën e Selin Miri dhe ka pasur një ndërhyrje nga ana e Kristit në fakt, i cili mendon që Miri nuk çan dot pas Selin në atë Big Brother. Si keni parë këto dinamika dhe mendoni që Selin dhe Miri janë të fortë bashk, apo Selin është e fortë dhe Miri po bën lojën e Selin? Mendoj që e vetmja lojë që Miri ka në shtëpi, faktikisht është krevati. Është ajo që dje ja tha Kristi. Miri, nëse nuk do të jetë në të njëjtin krevat me Selinën, dhe Miri nëse nuk do të ketë atë raportin e çuditshëm me Selinën, për mua Miri është i vdekur në atë shtëpi. Nuk ka se çfarë bën tjetër, sepse çdo lloj situate rreth Mirit vërtitet pikërisht tek marrëdhënia që ai ka me Selinën. Në asnjë vend tjetër. Kjo që Mirin nuk e bën lojtar të fortë, po e bën lojtar të përkohshëm. Sepse nëse ai nuk fillon të ngrejë ose të ndërtojë situata të tjera përveç asaj që ka me Selinën, Miri është thjesht një, si ta them, një kungull në situllin e Selinës. Dhe Selina thonë ç'të do, po Selina është një nga lojtarët më të mira këtë vit në Big Brother. Artikuluar, e zgjuar, e bukur, çapkëne, me humor, luftarake, i ka të tëra. Për mua është e kompletuar. Nuk është fituese, absolutisht. Por është nga lojtarët më të forta dhe Miri është në funksion të Selinës dhe jo Selina në funksion të Mirit.
Elton, e besuat atë debatin që pati Selin me kunatën e vet, duke thënë që ne jemi domethënë ne në lojë jemi kundërshtar, por në shtëpi po themi jemi të afërta njëra me tjetrën, duhemi shumë. Pra a e ndan dot lojën me atë çfarë ndodh jashtë, se kemi parë dhe miq të ngushtë që janë prishur aty. Është një lloj rivaliteti që normalisht ndodh shpeshherë mes vajzave, mes djemve, mes dy miqve, mes dy mikeshave, për më tepër dy punata, që kohat kanë treguar që ka raste shkojnë mirë dhe ka raste nuk shkojnë mirë fare. Dhe kur nuk shkojnë mirë fare, nuk shkojnë. Bëhet madje edhe sebe për të ndarë dhe familjen në dysh. Shpresoj të mos jetë ky rasti e para. E dyta po e besoj sepse mbaj mend një çastje të Selinës, kur Greta i thot për Mirin që ti duhet dalësh, ti duhet të shkëputesh. Mënyra se si, shiko, se sado e shtirur të jetë, ti nuk mund të jesh aq perfekt në aktrim. Mënyra se si Selin ju kthye Gretës ishte realisht aq origjinale, me një lloj përgjigje aq të shpejtë, me një lloj shikimi aq vrastar në thojza, sa që i latë kuptohet që hik me një herë nga këtu dhe të lutem shumë të muhabet mos e hapë. E di unë se çfarë bëj. Ka qenë përgjigje e saj dhe mënyra se si ajo e pa dhe si u soll ishte fiks kjo që po thoya. Kështu që jo vetëm që e besoj 100% pjesën e marrëdhënies së ftohtë apo rivalitetit në lojë, të dyja janë vajza, Selina është alfa, absolutisht. Greta është diçka midis vetës ose diçka tjetër, po që tenton të jetë alfa, patjetër. Kështu që ka rivalitet, ka konfrontim dhe nëse ata do të vazhdojnë që do të bëjnë shumë, patjetër do ketë sado që u fut vllai, u bë ju dha unaza etj, prap do ketë fërkime. Fundit si në çdo shtëpi ku ne kemi konflikte me vllajin, me motrën, me nënën, me babën etj, kështu që me kushërinë tanë, kështu që është një gjë normale, nuk është diçka që wow, sikur po ndodh për herë të parë. Kë shikoni fitues deri tani në Big Brother VIP? E kam thënë, po e rithem, për mua dyshje finale është Stenaldo dhe Kristi. Dhe Kushdo nga të dy pastaj është okay. Elton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.